Lam të mirë diabet, nëntë ushqimet që duhet të hani çdo ditë për të ulur sheqerin e lartë në gjak. Ushqimi i duhur dhe aktiviteti fizik janë jetike për të mbajtur nën kontroll luhatit të sheqerit në gjak. Një person duhet që të balancojë sasinë e ushqimit me aktivitetin e duhur fizik për të trajtuar gjendje të ndryshme shëndetësore siç janë edhe luhatit e papritura të sheqerit në gjak. Ruajtja e sheqerit në gjak gjithashtu bëhet më e lehtë para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmoni shumë. Kur personi i përmbahet ushqyerjes së shëndetshme dhe gjithashtu mban nën kontroll luhatit të sheqerit në mënyrë natyrale. Një plan i dur ushqimor për diabetikët përfshin marrjen e ushqimeve të shëndetshme në sasi të konsiderueshme dhe respektimin e orareve të ngrënies. Në përgjithësi, një dietë e shëndetshme për diabetin përfshin ushqime me vlera të larta ushqyese si frutat, arat dhe perimet. Sipas American Diabetes Association, shkurt ADA, është një listë me ushqime të cilat janë kyçe për shëndetin më të mirë të organizmit tuaj nëse vuani kryesisht nga diabeti. Sipas ekspertëve, në dietën tuaj duhet të shtoni perimet jeshile. Perimet jeshile janë shumë ushqyese dhe me pak kalori dhe gjithashtu një ushqim i ulët në karbohidrate të tretshme, të cilat e ndihmojnë trupin të mbajë nivelet e sheqerit në gjak të qëndrueshme. Zarzavate të tilla si spinaqi, lakra, brokoli duhet të përfshihen në vaktet e njerëzve të cilët të vuajnë kryesisht nga problemet e diabetit. Edhe frutat janë të mira në rastin tuaj specifik. Frutat janë burime të mira thelbësore të vitaminave, mineraleve dhe fibrave që nuk përmbajnë kalori dhe natrium. Disa fruta të cilat mund të përfshihen në planin tuaj ushqimor për diabetikët janë manaferat, luleshtrydhet, boronicat, pjeshkët, avokadot, qershit, kajsit, mollët, portokalli, dardha dhe kivi, pasi kanë nivele shumë të ulta të glicemisë. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni edhe proteinat. Disa ushqime kanë nivele të mira të proteinës, por jo çdo ushqim është i pasur me proteinë edhe i përshtatshëm për diabetikët. Disa ushqime të shëndetshme me proteinë janë proteinat me bazë bimore, që vijnë nga arrat, fasulet, fara dhe tofu, peshku, pula pa lëkurë, vezët dhe bulmeti pa yndyr. Karbohidratet gjithashtu janë të rëndësishme në rastet tuaja kur vuani nga diabeti për të ndihmuar organizmin që të ofrojë një mbrojtje më të mirë. Në dietën tuaj mund të shtoni perimet pa nisë shte. Mbusheni pjatën tuaj me perime pa nisë shte. Për njerëzit të cilët janë të rrezikuar nga diabeti, është e rëndësishme që të rrisni dozën e perimeve në dietën tuaj. Perimet kanë në përmbajtje të tyre fibra dhe ujë, që ju mbajnë të ngopur për një pjesë më të madhe të ditës. Perimet e gjelbra. Të gjitha perimet pa nisë shte janë të mira, megjithatë edhe ato të gjelbra përmbajnë shumë vlera ushqyese për ju. Në një analizë të bërë në gjatë studimeve të mëparshme, shkencëtarët britanik zbuluan se konsumi 1,35 racione me perime të gjelbra lidhet me 14% më pak risk për zhvillimin e diabetit të tipit 2, krahasuar me vetëm 0,2 racione në ditë. Frutat gjithashtu mund të jenë një ndihmë specifike në rastin tuaj konkret. Frutat janë të mira për njerëzit të cilët të vuajnë nga diabeti, vetëm nuk duhet i konsumoni në formën e lëngjeve ose në formën e smoothie. Drithrat. Konsumi i drithrave bëhet që nivelet e sheqerit në gjak të rriten më ngadalë pas një vakti dhe të ulet risku për zhvillimin e diabetit të tipit 2. Fibrat e drithrat ngadalësojnë procesin e tretjes së karbohidrateve, duke ulur kështu nevojën për insulinë. Drithrat përmbajnë gjithashtu lëndë ushqyese antioksiduese dhe antiinflamatore, që ndihmojnë në parandalimin e diabetit të tipit 2. Thjerrzat. Gjatë një studimi të publikuar në revistën Clinical Nutrition, shkencëtarët ndoqën dietën e më shumë se 300 personave, të cilët nuk shfaqën diabet për më shumë se 4 vite. Ata zbuluan se personat që konsumonin edhe bishtaja, sidomos thjerrzat, ishin më pak të riskuar nga diabeti. Zvendësimi i gjysmë racioni me vezë, bukë, oriz ose patate me thjerrza çdo ditë mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e niveleve të
diabetit të tipi 2 dhe një përmirësim më të mirë të organizmit tuaj. Sa më të rregullta keni bazën tuaj ditore, aq më shumë përfitime do të keni për mbrojtjen kundër diabetit. Yndyrnat e shëndetshme gjithashtu mund të jenë një ndihmë specifike në rastin tuaj konkret dhe të ndihmojnë edhe në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit në gjak. Ashtu si karbohidratet edhe yndyrnat ndahen në dy kategori, cilësi dhe sasi. Yndyrnat e pangopura ndihmojnë gjithashtu edhe në përmirësimin e rezistencës ndaj insulinës. Zgjedhja e burimeve të duhura të frutave të thata, farave, vaj ullirit, gjithashtu dhe avokado, mund të bëhet në porcione më të rregullta për të përmirësuar shëndetin tuaj, duke qenë se ato përmbajnë shumë kalori. Proteinat e lehta gjithashtu mund të jenë një ndihmë shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik. Proteinat ju mbajnë të ngopur për një pjesë më të madhe të ditës. Ato do të ngadalësojnë tretjen, kështu që nivelet e sheqerit në gjak do të rriten dhe ulen gradualisht pas një vakti. Konsumoni proteina në bazat bimore, si fasulet, thjerëzat, si mishi, peshku dhe pula, dhe rezultatet që do të merrni prej tyre do të jenë fantastike në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit dhe gjithashtu sigurimin e një diete më të mirë ushqyese. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë edhe arrat. Në përgjithësi arrat janë një përzgjedhje shumë e mirë. Çdo lloj arrori përmban një sasi të mirë të yndyrnave të shëndetshme dhe këto yndyrna njihet për përmirësimin dhe kontrollin e niveleve të sheqerit në trupin tuaj. Çaji. Çaji është i pasur me nivele të larta të antioksidantëve. Shumica e mjekëve sugjerojnë që të pini çaj në bazat natyrore ditore, si çaji jeshil ose çaji i zi, përsa kohë që janë rreptësisht çaj pa sheqer të shtuar. Edhe patatja e ëmbël mund të luajë një rol pozitiv në menaxhimin e shëndetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve që i kanosen nga sheqeri i lartë. Ne të gjithë e dimë se patatet e bardha nuk janë të mira për shëndetin, por fatmirësisht na është dhënë një patate që ka shumë përfitime për organizmin, zvogëlon rezistencën e insulinës, ul kolesterolin dhe parandalon rritjen e sheqerit në gjak. Gjatë gjithë kohës hani gjithashtu një patate të ëmbël. Vaj ullirit është një ndihmë e çmuar në rastin tuaj dhe mund t'jap përfitime mbreslënse ushqyese për ju. Vaj ullirit është një nga burimet më të mira për të luftuar diabetin. Në mesdhe, vaj ullirit është një element kryesor që kontribon te jetëgjatësia dhe një mënyrë jetese e shëndetshme. Tërshëra. Tërshëra do ta ndihmojë trupin tuaj të ngadalësojë shndrimin e karbohidrateve në sheqer. Ajo është e ngarkuar me fibra. Kanella. Një nga gjërat më të mira që mund t'jap kanella është gjithashtu zvendësimi i mirë i sheqerit në ëmbëlsira. Studimet tregojnë se ajo mund të ndihmojë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak dhe përmirësimin e ndjeshëm të shëndetit tuaj. Çokolata e zezë. Për aq kohë sa është ekstra e zezë, sa më e errët jetë çokolata, aq më pak sheqer përmban ajo. Jo vetëm që është e pasur me antioksidant, por është provuar se zvogëlon edhe rezistencën ndaj insulinës. Spinaçi. Spinaçi është një burim i shëndetshëm, por për diabetikët është edhe më i dobishëm. Zarzavatet me gjethe jeshile janë një nga ushqimet më të rekomanduara për diabetikët, por spinaçi është shumë më i mirë që mund të përfshihet në sallata të ndryshme, dhe ndikimi pozitiv në organizëm do ta shndrojë atë në një nga produktet më të vlefshme. Farat e lirit. 3 nga komponentët më të mirë për të luftuar diabetin janë të paketuara në farat e lirit: yndyrnat e shëndetshme, fibrat dhe proteinat, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore dhe parandalimin e luhatjeve të papritura. Kosi i thjesht i përgatitur vetë në kushte shtëpie mund të jetë një ndihmë e çmuar në rastin tuaj specifik dhe të ndihmojë gjithashtu në luftën kundër diabetit të tipi 2. Kosi pa yndyrë është një ushqim shumë i rëndësishëm që mund të përfshihet në dietën tuaj, dhe vlerat që do t'i jap organizmi do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të vlefshme ushqyese në luftën kundër diabetit. Megjithatë, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të bërë përzgjedhjen e duhur të ushqyesve në bazë të shëndetit që ju keni. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.